Tre dekada partneritet midis Shqipërisë, Këshillit të Evropës dhe Komisionit të Venecias shënjojnë një moment të veçantë, që jo vetëm na jep mundësinë të evokojmë bashkëpunimin tonë të shkëlqyer, por edhe të reflektojmë mundësitë e mëtejshme për angazhimin tonë të përbashkët dhe sfidave dhe prioritetet të së ardhmes. Ndryshe nga viti në dukje e largët 1995, kur ne sapo kishim dalë nga një regjim i egër represiv, dhe nocione themelore si shteti së drejtës, liri dhe drejta të qytetarëve dhe institucionet demokratike, të cilat tingëllonin më shumë si shprehje të huaj në mes kaosit social-ekonomik, tranzicionit politik dhe institucioneve të dobta, sot Shqipëria i përket një tjetër realiteti. Përparimi i Shqipërisë në negociatat me Bashkimin Evropian është një rast i panuar suksesi, për nga ritmi i paprecedent dhe përmbushja e reformave rrënjësore dhe angazhime të ndërmarrë në kuadër të parafrimit. Vitin e ardhshëm shënjojmë plot 10 vite nga fillimi i reformës në drejtësi, të cilat shumë vende e kanë konsideruar si një nga më të thellat në rajon. Sot kemi një sistem drejtësie që po ngrihet mbi themele të forta të pavarësisë dhe integritetit, me gjykata dhe prokurit të posaçme, produkti i kësaj reforme, që për herë të parë në historinë e shtetit shqiptar kanë patur mundësinë reale të hetojnë, ndjekin penalisht dhe dënojnë njerëz me pushtet. Besimi në thirrje, besimi në rritje i qytetarëve tek këto institucione është treguesi më i fortë i vlerësimit që kemi bërë gjën e duhur dhe do të vijojmë ta mbështesim reformën në drejtësi duke synuar konsolidimin e mëtejshëm të gjithë hallkave të kolanës së drejtësisë në funksion të garantimit të plotë të barazisë para ligjit dhe respektimit të lirive dhe drejtave të qytetarëve. Rivlerësimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve ka arritur standardet e llogaritjes dhe integritetin në sistemin e drejtësisë. E përtej rezultateve inkurajuese të reformës në drejtësi, jemi vetëdijshëm se përmbushja plotësisht e vizionit dhe programit qeverisë Shqipëria 2030 shtetit së drejtës në funksion të garantimit të drejtave dhe lirive themelore shkon përtej parimeve themelore të pavarësisë pushtetit dhe kontrollit kushtetues.